Një fenomen tjetër që as shkenca, as interneti, as modernizimi hala nuk ka arrit me ndryshu shumë, sidomos në Kosovë, është kur një non lind, edhe është ai 40 ditë që i parë, ku goxha janë do rituale që duhet respektuar, jo nuk dal, jo nuk bën, jo kështu. Të cila pjesë qëndron ti, zonja Razije? Edhe të une ka ndodha 40 ditë mos me dalë për shtëpie. A besoni që ka logjik? Pse? Sepse deri në 40 ditë mitra që ka dalë fryti jashtë, ajo ende ka nevojë për të kurje. Flas për 40 ditë e para, jo për mas. Deri sa të fillon të kuret. Mundes me pas një gjakderdhje jo të madhe, s'po thëmë, po një gjakderdhje, ose një marramendje, ose një, sepse ti gjatë lindjes ke derdhe dhe gjatë. Prandej, une jam për që runu bile deri në 40 ditë. Deri sa mitra të kontrahohet. Nana jam s'ka ditë me thonë, deri sa kontrahohet mitra. Po ka thonë, 40 ditë, rrinë shpe, deri sa të merë pak t'i fuqin. Po, është kjo, logjika e kësaj është kjo. A ekziston në Londër një teori e tillë? Po, jo, po, unë nanave ju thëmë. Jashtë dilet, derisa ti je pregaditun për medal. Nëse nana është pregaditun për medal, vetëm për para se medal, unë i thëmë, që ti po e ndinë vetën mirë. Unë nuk muna me të ndalë ty ti medal. Por, ki kujdes. Deri në 40 ditë, mitra është ma e zjanume. Unë gjdo minut pak me gjakderë, se kur vjen të kontraktu, ajo, mandi ato në distanca shumë të vogla dalin edhe, jo, kur gjësë më ka gjithë, jo, kur gjësë, mirë që s'ka gjithë. Jemja është me të thanë që... Po, jo... Ekziston dhe më thanë edhe në Londër si teori? Jo, absolutisht ekziston. Ekziston edhe vetëm ti duhet në mënyrë profesionale me i të regu pse.